Përshëndes, tani dëgjojeni këtë. Epidemia misterioze në Amerikë. Pothuajse gjithë shtetet amerikane janë pushtuar nga një epidemi misterioze. Askush nuk e di ta shpjegoj se çfarë është, por mijëra njerëz, pothuajse në të gjitha shtetet amerikane, shkojnë në spital, janë shtruar në spital me një diarre të çuditshme. Një diarre që i bluan për brenda, nuk është një diarre lehtë, por shumë e rëndë. Dhe tregohet që është pushtuar nga një bakteri çuditshëm. Tani ndiqeni me kujdes. Kush është rastisht nëse nuk e keni bërë ende, lidhuni me këtë faqe që të shihemi sërish dhe faleminderit që jemi për bashkë. Të mbani mend që në emisionin Enigma kemi folur për këto mistere. Mistere që do t'i hasim me kalimin e kohës. Çfarë misteresh tani po ja u tregoj dhe e gjeni ende këtë lloj emisioni në rrjetet sociale. Ku flisja për fundin e botës ose për fundin e kohrave. Kur uji të mos pijet më dhe kur ushqimi të jetë ndotur dhe të jetë helmuar dhe çdo gjë do të kthehet në helm, atëre nga ky moment do të fillojë fundi i botës ose më mirë fundi i kohrave. Këtë pra kam thënë që në fillim të emisionit Enigma, kur disa e quajnë këto si teori konspirative. Ja pra po vjen dal nga dal, sepse edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë, edhe në Maqedoni dhe në vendet e tjera ka ndodhur dal nga dal, por jo kaq shumë sa po ndodh tani këto ditë që po flasim pra në Amerikë. Duhet të dini që në Amerikë pothuajse gjithë shtetet amerikane janë sunduar ose pushtuar nga kjo epidemi misterioze. Një epidemi që po i çon njerëzit në kolaps, pra pjesën dërmuese të njerëzve pothuajse, shiko, vetëm në Michigan janë shtruar në vetëm pak ditë, rreth 1600 njerëz dhe pothuajse në të gjithë Amerikën mbi 10.000 njerëz janë shtruar pikërisht nga kjo epidemi. Por çfarë është kjo epidemi? Askush nuk di ta shpjegoj, për momentin ja kanë hedhur fajin ujit, që uji, sipas gjasave, ka një lloj bakteri brenda, një bakteri që në vend që të paksohet, shumë fishohet. Dhe e dini pse? Sepse pikërisht nga larja ose nga vaditja e perimeve, frutave dhe të gjitha atyre zarzavateve që ne përdorim në kuzhinat tona. Dhe disa janë shtuar ose janë përhapur nëpërmjet restoranteve, të tjera nëpërmjet në shtëpi dhe në vende të tjera pra ku uji, pikërisht uji, i ndotur nga ky lloj bakteri, duke larë këto zarzavate, fruta apo perime, ose duke vaditur pikërisht këto, krijon pra këtë efektin domino. Dhe pikërisht ky ka qenë problemi i kohët e fundit që shumë njerëz kanë hasur këtë lloj epidemie. Mirë po, disa nga ju do thonë, po si është e mundur që Amerika është duke qenë një vend shumë i kontrolluar, madje ka dhe studiues të kontrolluar, bile e bëjnë menjëherë një studim, si është e mundur që nuk e kanë bërë menjëherë. Do t'ja u them edhe këtë. Para 2 vite e gjysmë, vetë Donald Trump reduktoi shumë të ardhurat financiare dhe një nga këto të ardhurat financiare që janë reduktuar më shumë ka qenë pikërisht kjo, e kërkimeve të laboratoreve. Dhe një nga këto ka qenë edhe pikërisht kjo, laboratoreve të higjienës dhe të ushqimeve, që ka bërë që të bie ndjeshëm pra edhe kualiteti dhe kontrolli i ushqimeve. Nëse mani mend, para disa kohësh kam bërë një video duke thënë për ushqimet e mos kontrolluara në trojet shqiptare, ku ajo video ka marrë mbi 4 milion klikime. Dhe duke nënvizuar që kontrolli i ushqimeve është thelbësor jo vetëm për ata që ushqejnë, por edhe për ata që vendosin ligjet, pra edhe për vetë qeveritarët, sepse jetojnë në atë vend. E njëjta gjë ndodh edhe në Amerikë. Nëse Donald Trump, me një fjalë, u heq të ardhurat financiare një laboratori dhe duke i bërë që në fakt në këtë rast që kanë dërguar dhe letrën direkt në Washington këta studiuesit e kërkimeve, duke thënë që duke nënvizuar që është tepër e vështirë për ne që të dalim në një konkluzion sepse nuk kemi personale. Me fjalë personalet mungojnë dhe në çdo shtet, para në çdo vend ata po kërkojnë se si mund të zgjidhin këtë problem. Dhe si përfundim ka dalë që problemi mund të jetë uji, sepse ky bakteri që është shfaqur në ujë, është shpërndar pikërisht nëpërmjet ujit, por i kaluar nëpër zarzavate, nëpër fruta, nëpër perime, pra edhe në ato restorante ku mendohet që uji është i pastër, sepse sado që ti të vendosësh filtra, bakteri kalon. Tani, çfarë ka ndodhur në të vërtetë? Njerëzit kanë këtë problem të madh, me fjalë hanë
kanë ngrënë diçka që nuk e dinë sepse nuk e mbajnë mend, sepse nga momenti që ata han ushqim, mund të kalojnë 10 deri në 15 ditë, pra maksimumi deri në 2 javë, dhe pastaj fillojnë dhe shfaqen probleme, sepse bakteri fillojnë dhe rritet dhe shufishohet brenda stomakut. Dhe fillon një diarre e tmerrshme, saqë nxjerrin edhe zorrët. Dhe me kalimin e kohës mund të krijojë edhe gangrena brenda stomakut, mund të krijojë probleme të rënda. Është shfaqur tani ka pak ditë dhe nuk dihet nëse do të krijojë probleme të rënda ose jo në njerëz në të ardhmen. Por tani për tani ka probleme. Pra ky është problemi kryesor. Problemi që nuk ka temperaturë të lartë njeriu, por ka këtë diarre të fortë. Dhe ky lloj bakteri për momentin nuk dihet se si mund të përballohet, me fjalë si mund të eliminohet, që të bëjë që të njerëzit mos të preken nga ky bakter. Është e pamundur tani për tani, sepse siç ju thash edhe më përpara, duhet studiuar. Studimi në laborator është i gjatë. Me një fjalë, në çdo vend është i gjatë dhe nëse nuk ka të ardhur financiare, nuk dihet se ku do të shkojë. Tani për tani është në Amerikë, por merreni mend sikur të ishte në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni apo Mallzi, një problem i tillë. Kur do të përfundonte? Kur? Me një fjalë do të bënte që të zhdukeshin njerëzit nga territori, sepse edhe pse ju duket banale, një diarre është shumë e vështirë ta kaloj shumë njerëz, sepse ju thoni që për shembull mund të thotë ndonjëri, se një diarre është. Nuk është kështu, sepse ti nëse ke një diarre të fortë dhe shkon në spital për 1 apo 2 apo 3 ditë që të marrësh ato mjekimet e duhura, merrini me mend nëse është një shtet i tërë që nuk ka vende. Ku do të shkojnë? Pra Amerika që është një vend potent, një vend më i fuqishëm në botë, tani për tani ka probleme pikërisht në një diçka që duket kaq banale, por është thelbësore. Dhe atë thënien, siç ja u përmenda më përpara, që kam thënë që në vitin 2011, që kur uji të ndotet dhe mos të pihet më, kur ushqimet të bëhen helm, atëherë dhe tokat të nxjerr helm, kështu e kam thënë, atëherë do të jetë fillimi i fundit të kohrave, ose fillimi i fundit të botës, ose fillimi i fundit të njerëzimit. Fillimi i fundit, sepse me kalimin e kohës, nuk është vetëm ky, nuk dua ta bëj tragjike, por jam i detyruar ta bëj tragjike për të kuptuar thelbin e këtij problemi, sepse ne problemin e kemi para nesh, por nuk e kuptojmë. Për shembull, ja u kam thënë dhe më përpara që Shqipëria është një nga vendet e para në Evropë që ka mungesë të vendi i parë në botë që ka mungesë të fertilitetit, sepse kështu fillojnë problemet. Jo vetëm fertilitet, pra pikërisht nga ato që ham, sepse janë ushqimet. Më thuaj çfarë ha që të them se kush je. Janë pikërisht ushqimet që me kalimin e kohës të krijojnë probleme të rënda, që qelizat e tua ose fertiliteti, qoftë spermatozoidet të meshkujve apo qoftë vezët e femrave, nuk prodhojnë më. Dhe kështu që ky është fillimi i fundit. Por jo vetëm kaq, sepse pastaj fillojnë problemet e tjera, problemet shëndetësore. Në fakt, po ta shikoni në të gjitha vendet, jo vetëm në Shqipëri, por edhe vendet tjera të botës, ka probleme në çdo familje të një njeriu që është me kancer, me një tumor ose një sëmundje e pashurueshme që duhet të kurohet për tërë jetën. Dhe ato ilaçe që gjoja na japin, sikur të jenë ilaçe që na shërojnë, janë pikërisht ato që të mbajnë dal nga dal në jetë derisa ti pagosh, sepse ti pagon vdekjen tënde. Ti me ato ilaçe, ato janë ti si mund quhet, mësohet trupi me ato. Dhe duke u ambientuar trupi ti, je i detyruar që të vazhdosh derisa ti jesh gjallë, nuk mund të heqësh, përndryshe vdes para kohe. Kështu që ti i pagon, sepse duke i paguar ilaçet, pagon derisa ti jesh gjallë. Dhe kështu që ti pagon vdekjen tënde. Pra, ky është problemi që askush nuk di se si mund ta zgjidh. Dhe për momentin, siç ju thash, qoftë ju që jeni në Amerikë, por edhe të tjerë shqiptarë që janë jashtë Amerike, është mirë që të bëni kujdes, sepse tani ky lloj problemi, sepse nuk dua t'i them emrin, që mos na i bëjnë të kuqe këtu, mund të prek këdo. Mirë po, për momentin duket që nuk është ngjitse, okej, por mund të jetë edhe një problem me kalimin e kohës që të jetë i vazhdueshëm duke qenë ky, sepse ne me uji është elementi kryesor. Me këtë rritemi, me këtë pastrohemi, me këtë jetojmë, pra me ujin. Dhe nëse uji është i ndotur, padyshim do të krijojë probleme akoma më të mëdha. Megjithatë, ju që gjendeni në Amerikë do të dëshiroja një komentin tuaj çfarë mendimi keni, nëse dini këtë informacion, nëse keni informacione të tjera, do t'i lutesha se ku i dihet, ndoshta vjen edhe këtej tani nga Evropa me kalimin e kohës, shpresojmë që jo, por me sa duket, shumë probleme
do të shfaqen në të ardhmen dhe ne shpresojmë që të jenë sa më pak. Pres komentet tuaja. Të kalofshi një pasditë të bukur.